Në një qytet të vogël ku dimri vinte gjithmonë më herët se zakonisht, rrugët boshatiseshin sapo binte errësira dhe në dritën e zbeth të një llambe të vjetër, jetonte një grua që nuk kishte as burr, as fëmijë, as ndonjë pasuri për t'u mburur. Quhej Mira dhe në sytë e njerëzve ishte ajo e vetmuara me zemër të madhe, e gjithë jeta e saj ishte e thjeshtë, një shtëpi e vogël, një punë në qendrën sociale të qytetit dhe një zakon i përditshëm. Të kthehej çdo mbrëmje në shtëpi me një fytyrë që përpiqej të buzëqeshte, edhe pse boshllëku brenda saj ishte i pamatshëm. Ajo kishte humbur burrin në një aksident rrugor vetëm 2 muaj pas martesës. Dhe mjekët i kishin thënë më vonë se s'mund të kishte kurrë fëmijë, për shumë njerëz, ajo do të kishte mbetur gruaja fatkeqe. Por Mira nuk e pranoi atë emër. Nëse nuk mund të lindë fëmijë, mund të i rrisë, i kishte thënë dikur vetes me vendosmëri. Dhe pikërisht atë bëri. Pjesa 1, zëri i parë që i ndryshoi jetën, ishte një mëngjes janari, i ftohtë dhe me mjegull. Mira po nxitonte për në punë kur dëgjoi një të qartë të lehtë në rrugicën pranë qendrës sociale. U afrua dhe në një batanie të grisur pa një foshnjë të braktisur, e mbështjell me diçka që si ngrohte as duar. Syt i shkëlqyen nga frika, por edhe nga ndjesia që diçka brenda saj po zgjohej. Zoti i madh. Kush të la këtu, engjëll i vogël? Përshpëriti ajo, duke e marrë në krah, e mbajti në kraharor dhe ndjeu për herë të parë pas shumë vitesh se kishte diçka për të cilën duhej të jetonte. Foshnja e vogël u qetësua, si të e njihte aromën e saj. Atë ditë, në vend që ta linte në jetimore, Mira bëri diçka që askush se priste. Ajo kërkoi leje nga institucionet për ta marrë në kujdestari. Zyrtarët e panë me dyshim, zonjë, jeni vetëm. S'keni bashkëshort, s'keni të ardhura të mëdha. Nuk është e lehtë të rrisësh një fëmijë, i tha punonjësja sociale me ton të butë, por plot skepticizëm, Mira u përgjigj me një buzëqeshje të heshtur. Zonjë, nuk dua të jetë e lehtë. Dua të jetë e drejtë. Ai fëmijë se ka fajin që nuk ka askënd, dhe kështu filloi gjithçka. Foshnja mori emrin Ardit, djalë që i ndryshoi jetën, vit pas viti. Mira e kuptoi se zemra e saj kishte vend për më shumë. Sa herë shkonte në qendrën sociale, shikonte dhjetëra fëmijë që flinin në shtretër metalik, pa njeri që t'u jepte një përqafim të vërtetë. Ata e prisnin me vrap, i hidhnin duart në qafë dhe i thërrisnin teta Mira. Një ditë, një nga vajzat e vogla, Emma, e pyeti, teta Mira, pse ti nuk ke shtëpi të madhe që të na marrësh të gjithëve? Ajo pyetje i qëndroi në mendje gjithë natën. Dhe atë natë, ajo vendosi, ndoshta nuk mund t'i marrë të gjithë, por mund të filloj me një tjetër. Kështu, pas 2 vitesh, ajo adoptoi Emën, një vajzë me sy të mëdhenj e flok kaçurela, që nuk kishte parë asnjëherë një lodër të re. Më pas, erdhën Kledi, Jona, Viola, Elira, Besarti, Sara, Denisi, Arta dhe Lisi, 10 engjëj që ndryshuan gjithçka. Në lagje njerëzit nisën të flisnin, është e çmendur. Si mund të kujdeset për kaq shumë fëmijë e vetme, por Mira nuk i dëgjonte. Çdo mëngjes i zgjonte me këngë, çdo mbrëmje u lexonte përralla, dhe çdo fundjavë e kthente shtëpinë në një festë të vogël, shtëpia që u kthye në strehë dashurie. Shtëpia e Mirës, që dikur dukej e heshtur, tashmë gumëzhinte nga zërat e fëmijëve. Pikturat në mure, lodrat në dysheme, era e bukës që piqej në furrë, të gjitha ishin shenja jete. Një herë, një gazetare që kishte dëgjuar për historinë e saj, shkoi për ta intervistuar. Ajo e gjeti Mirën duke ndarë bukën në tryez, me një fëmijë në çdo anë. Zonja Mira, pse e bëte këtë? E pyeti ajo. Pse të marrësh barën e 10 fëmijëve, kur shumë njerëz mezi kujdesen për veten? Mira qeshi lehtë, nuk është barë, është bekim. Unë s'kam dhënë jetë, por kam mësuar si t'ia jap kuptimin asaj, në mbrëmjet e ftohta të dimrit. Ajo ulej pranë oxhakut dhe shikonte fytyrat e tyre ndërsa flinin. Në ato qaste e ndjente se Zoti nuk ja kishte marrë dhuratën e nënës, thjesht ja kishte dhënë në një formë tjetër. Fëmijët e saj nuk kishin ardhur nga barku, por nga një vend më i thellë, nga zemra. Një ditë, ndërsa Arditi ishte 15 vjeç, ai i solli një letër të vogël, të palosur me kujdes. Ishte një esej që kishte shkruar për shkollë. Në fund të letrës shkruante, të gjithë shokët e mi kanë nën që i ka lindur, unë kam një nën që më ka zgjedhur, dhe kjo e bën dashurinë e saj më të madhe se çdo gjë tjetër në botë. Mira e lexoi dhe syt i u mbushën me lodh.
Ajo e kuptoi se jeta i kishte marrë shumë, por i kishte dhënë diçka më të çmuar, mundësinë për të dashur pa kushte. Në fund, ajo nuk ishte më gruaja e vetmuar e qytetit, ishte nëna e 10 engjëjve. Dhe historia e saj u përhap në mbar vendin si një kujtesë e thjeshtë, por e fuqishme. Nuk ka nën vetëm ajo që lind, por ajo që rrit, që fal dhe që do pa fund. Zemra që s'u dorëzua kurrë, shtëpia e Mirës ishte gjithmonë plot zëra. Në mëngjes, zhurma e lugëve në tasat e qumështit përzihej me të qeshurat e fëmijëve, me britmat e dua bukë me reçel. Dhe s'dua ves sot, në ato orë, dukeshin si një orkestër e çrregull që vetëm Mira dinte ta drejtonte, të gjithë në rresht. Thoshte ajo, me duart në hije dhe me një ton që përzihej mes rreptësisë e dashurisë, Ema, lidh flokët. Kledi, mos e shtyl lisën. Jona, pse se ke veshur çorapën tjetër? Ata qeshnin, rrëzoheshin, zinin vend në tryez si zogj në një deg. Dhe ajo, me gjithë lodhjen, e shikonte secilin me krenari. Kishte ditë që i mungonin gjërat më bazike, vaj, sheqer, madje edhe drut për sobën, por ajo s'kishte munguar kurrë në dashuri. Një ditë e zakonshme e jashtëzakonshme, në orën 6:00 të mëngjesit, Mira zgjoi e para. Bënte kafen me ujë të ngrohtë, ndeste sobën dhe përgatiste mëngjesin. Pastaj zgjonte fëmijët me këngën që ata e njihnin përmendësh, çou zogi nënës, dita pret, gëzimi vjen, puna spret, fëmijët rriteshin me këngë, me punë, me rregulla dhe me dashuri. Nuk kishte luks, por kishte përqafime, ngrohtësi dhe drejtësi. Mira u mësonte që çdo kafshat duhej fituar me ndershmëri. Në darka, ulur rreth tryezës, ajo thoshte gjithmonë, mos kini turp nga varfëria. Turp është vetëm gënjeshtra dhe mosmirënjohja. Sfidat e para, kur arditi, djali i parë, mbushi 10 vjeç, ai nisi të ndjente përgjegjësi për të tjerët. Një ditë, kur Mira u kthye nga puna, e gjeti duke ndar bukën e thatë në pjata plastike. Ç'bën kështu? Ardit, po ndaj që të ketë për të gjithë, nën. Se ti ndonjëherë nuk ha, e unë e di, unë ha, biri im. Thjesht ha më herët, jo, se ha. Unë të shoh. Ti ri afër sobës, e pi ujë me sheqer. Mira uli kokën, e pastaj e përqafoi fort. Të betohem se një ditë, s'do të mungoj asgjë në këtë shtëpi. Por mos e humb buzëqeshjen për bukën që s'kemi. Ajo është buka më e vlefshme që kemi. Arsimi, shpresa e saj e madhe, për Mirën, shkolla ishte e shenjtë. Ajo i dërgonte fëmijët me rrobat e qepura me dorë, me çanta të përdorura, por me urdhër të qartë, nuk dua nota të larta për t'u mburur. Dua zemra të mëdha që të më bëjnë krenare. Në çdo mbledhje prindërish, ajo qëndronte ulur në fund, me duar të çara nga puna, por me sy që ndriçonin si prindërit më të pasur. Njëherë, mësuesja e Emës i tha, zonja Mira, fëmijët tuaj janë të sjellshëm, por disa fëmijë të tjerë i tallin sepse s'kan rroba të reja. Ajo u përgjigj me qetësi, mos i ndalni. Tallja është mësim për ata dhe forcë për të mitë. Unë kam besim që do rriten me shpirt më të bukur se çdo kostum i shtrenjtë. Netët e urisë dhe premtimi, ishte dimër i ashpër. Bora kishte bllokuar rrugën dhe furnizimet ishin të pakta. Shtëpia ishte e ftohtë dhe Mira kishte vetëm pak miell dhe pak vaj. Ajo bëri petulla të vogla, një për secilin, dhe u tha, sot është mbrëmja e shpirtit të bashkimit. Secili ha një, por me mendjen te mirësia, fëmijët e hëngrën pa fjalë. Vetëm Jona pyeti, po ti, nën, se ke të nden? Ajo qeshi, unë jam ngopur me ju. Në fakt, ajo s'kishte ngrënë fare. Por në zemër ndjeu ngrohtësinë që as buka se jep dot, dashurinë që s'ka çmim. Një shpresë e papritur, një mëngjes, një grua e huaj trokiti në derë. Ishte një vullnetare nga një organizatë e huaj që kishte dëgjuar për Mirën. Jemi këtu për të ndihmuar familje të mëdha me të ardhurat të pakta, tha ajo në anglisht të përzier. Ju jeni në listë, Mira e dëgjoi me sy të mbushur. Nuk ishte mësuar të kërkonte ndihmë, por pranoi një gjë, disa libra, disa rroba dhe një sobë të re. Atë natë, për herë të parë pas muajsh, shtëpia u ngroh plotësisht. Ema tha me gëzim, Zoti të dërgoj engjëjt, nën. Mira u përgjigj, jo, engjëjt jeni ju. Ai s'ka pse të dërgoj të tjerë, krenari e vogël. Kur Denisi fitoi një konkurs pikture, e gjithë shkolla duartrokiti. Në certifikatën e tij shkruaj për talentin dhe shpirtin e ndjeshëm. Ai ja solli Mirës duke vrapuar, nën. Shiko, e fitova. Ajo mori letrën, e lexoi, e mbajti pranë zemrës dhe tha me zë që i dridhej, ti nuk fitove një konkurs, bir.
Fitove një arsye më shumë për të besuar se jeta jep gjithmonë diçka të bukur atyre që s'dorëzohen. Kur vështirësitë u bën mësime, një ditë, një nga fëmijët, Kledi, u kthye nga shkolla i mërzitur, nën. Një shok më tha që ne si jemi vëllezër e motra të vërtet. Mira u ul pranë tij dhe i tha me butësi, dhe çfarë i the? Nuk i thash gjë. S'munda, atëherë dëgjo mirë, biri im. Gjaku të lidh përmes trupit, por dashuria të lidh përmes shpirtit. Ne jemi më shumë se familje, jemi zemra që janë zgjedhur me vetdije. Ajo fjalë u bë moto e tyre. Në ditëlindjet e çdo fëmije, Mira shkruante me dorë në një copë letre të vogël, të kam zgjedhur. Dhe çdo ditë do të zgjedh përsëri. Punë, sakrifica, dashuri. Mira punonte 2 punë, në qendrën sociale dhe si pastruese në një zyrë private në mbrëmje. Kur kthehej vonë, fëmijët e prisnin me supë të gatuar nga vet Arta ose Jona, në ndonjë mbrëmje të rrallë. Ajo lodhej aq shumë sa s'mund të fliste. Ulej në karrige, e fëmijët ja masazhonin duart. Mos u lodh më, nën, i thoshin, se di të rri pa u lodhur, qeshte ajo. Lodhem për të mos u ndar nga ju, çastet e vogla që bëhen përjetësi. Njëherë, një fqinj që e kishte parë çdo ditë duke luftuar me varfërinë, i tha me ironi, po pse s'mendon të martohesh? Të paktën do kishe ndihmë për këta fëmijë. Mira buzëqeshi, pa e ulur kokën, nuk më mungon askush. Kam 10 zemra që më duan më shumë se çdo burr do të mundte. Festat dhe premtimet në Krishtlindje, shtëpia e Mirës ishte gjithmonë plot drill. Ata nuk kishin pemë të madhe, por kishin një deg pish që e dekoronin çdo vit me punime dore. Mira u tregonte histori për shpresën dhe faljen. Çdo vit duhet të falim një njeri që na ka lënduar, u thoshte. Një vit Jona ngriti dorën dhe tha, unë fal shokun që më talli sepse s'kam baba. Se unë kam më shumë dashuri se ai ka kulet. Të gjithë qeshën, por Mira qau nga krenaria. Kur zemra thyet pak, një ditë Mira u sëmu rëndë. Nuk donte t'i tremte fëmijët, por lodhja e viteve kishte bërë të vetën. Ajo shkoi fshehurazit e mjeku dhe diagnoza s'ishte e mirë, tension i lartë, lodhje kronike dhe mungesë ushqimi të duhur. Kur u kthye në shtëpi, Arditi e kuptoi, nën, ti je lodhur shumë, jam mirë, biri im. Thjesht zemra më thot që kam dashuruar shumë. Atëherë pushon pak. Ne do kujdesemi për gjithçka, dhe për disa javë, fëmijët u kthyen në prindër. Gatuan, pastruan, shkonin në shkollë me radhë, kujdeseshin për njëri tjetrin. Mira i shikonte nga krevati dhe e kuptoi se s'kishte rritur fëmijë, kishte rritur njerëz. Përfundimi i pjesës 2, kur viti mbaroi, Arditi fitoi bursë për në gjimnaz. Të tjerët ishin po aq të suksesshëm në shkollë. Një mbrëmje vere, Mira i mblodhi të gjithë në verandë dhe tha, do vi dita që secili prej jush do marrë rrugën e vet, do qani, do bini, do ngriheni. Por mbani mend një gjë, kjo shtëpi s'është mure e tulla. Është dashuria jon. Dhe ajo s'ka derë. S'ka çelës, s'ka fund. Ata u përqafuan të gjithë, si një trup i vetëm. Dhe në atë çast, edhe hëna dukej sikur kishte ndalur për t'i dëgjuar. Në fund të asaj nate, Mira shkroi në ditarin e saj, sot kuptova që nuk jam më e vetme. Kam 10 arsye për të mos u dorëzuar kur, Zoti mi dha në mënyrën më të bukur, një nga një, si dhuratë për çdo ditë që zgjodha të jetoj për të tjerët.